Pra vëllezër të ndershëm, Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Thot Allahu Azza wa Jall: a menduan njerëzit se ne I kena kriju kot dhe ata nuk do të kthehen te ne? Pastaj Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe thot: "Fata'ala Allahul Malikul Haq." I lartësuar është Allahu Azza wa Jall, I cili e sundon çdo send me të drejtë dhe I vetmi është që meriton adhurimin. Komentin e këtij ajetit, Imam Ibn Kathiri thot: Allahu Azza wa Jall është I lartësuar që të krijon diçka kot. Pra Allahu Azza wa Jall na krijoi për një qëllim. Dhe thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "A yahsabul insanu an yutraka suda." A mendon se njeriu do të lihet të defrohet e pastaj nuk ka për ta as llogari e as nuk ka ringjallje e as dënim? Thot Imam Nesefiu në tefsirin e tij në këtij ajeti thot: a kanë mendu njerëzit se janë lënë pas dore dhe kanë mendu njerëzit se janë kriju pa I urnu askush dhe pa I ndalu askush për ndonjë sendit, dhe mendojnë se do të jetojnë dhe nuk do të ringjallen dhe nuk do të llogaritën për atë që e krijoi. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ju përgjigj këtyre pyetjeve në Kur'anin e Kerim dhe tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pra gjinët dhe njerëzit nuk I krijova për diçka tjetër, vetëm që Allahun Azza wa Jall ta adhurojnë. Komentin e këtij ajetit kemi has shumë komenti më I vërtet, siç e përkran këtë mendim Ali ibn Abi Talib, Mujahidi Kerime, Rabi ibn Anas, Zujaji dhe Ibn Taymija dhe shumica e komentatorëve të Kur'anit e Kerimit, që Allahu Azza wa Jall ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Nuk I kam kriju gjinët dhe njerëzit vetëm që ti urnoj që të më adhuroj. Vetëm që ti urnoj që të më adhuroj. Dhe për krah këtë mendim, komentatori Kur'anit e Kerimit Muhammed Emin Shenqiti, I cili thot: komenti më I mirë I Kur'anit e Kerimit është Kur'an me Kur'an. Këta jetë të cilën Allahu Azza wa Jall thot: si kam kriju gjinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë, tha e komentojnë fjalët e Allahut Azza wa Jall në shumë ajete në Kur'anin e Kerim që thot: "Liyebluwakum ayyukum ahsanu amala." Që të sprovoj. Me çka do t'i sprovon Allahu robët e tij kur urnoj që ta adhurojnë Allahu? Pra urnimin në adhurimin e Allahut është një sprov që Allahu tha: nuk e ka kriju vdekjen dhe jetën vetëm që të shofe Allahu cili është më vepërmirë. Pra cili është ai që do të adhuron Allahun Azza wa Jall dhe cili është që do të braktisë adhurimin Allahut Azza wa Jall. Ki ka qenë mesazhi I gjithë pejgamberëve të Allahut, dhe Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula." Çdo umetit I kemi dërgu pejgamber, cili ka qenë mesazhi këtyre. Pse Allahu Azza wa Jall në çdo umet dërgoi pejgamber, me çfarë mesazhi erdhën këto pejgamber? Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Ani a'budullah wajtanibut taghut." Që të adhuroni Allahun Azza wa Jall dhe t'ju largoni adhurimeve të tagutëve. Pra të heqni dorë në adhurimin e zotrave qerë përveçse Allahut Azza wa Jall. Dhe thot Allahu Azza wa Jall: "Selmen arsalna min qablik min rusulina." Te o Muhammed, nëse don pyeti pejgamber që kanë qenë para te: "E ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun?" Pyeti ata: a kena bona apo a kena porosit ne që ata
të morin zota qerë pos Allahu azza wa jall. Nuhin a.s. e dërgoi Allahu azza wa jall dhe tha: "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih." Nuhin a.s. e dërguam te populli i atij që të thot: "Inni lakum nadhirun mubin." Unë jam një qërtuas që ka marrë pran jush. Alla ta'budu illa Allah. Që ta adhuroni vetëm Allahun azza wa jall.